Prej disa ditësh në spital, si paraqitet gjendja e ish-kryeministrit Fatos Nano. Ish-kryeministri socialist Fatos Nano prej 17 ditësh ndodhet i shtruar në një spital në privat në Tiranë në gjendje të rënduar shëndetësore pas një arresti kardiorespirator. Këtë të premte, sipas informacioneve të raportuara nga mediat, bëhet me dije se ish-kryeministri nuk ka asnjë përmirësim të gjendjes së tij. Fatos Nano, 73 vjeç, është themelues dhe kreu i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e ish-partisë së punës, që vinte nga trashëgimia komuniste në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik si një aktor me peshë në skenën shqiptare. Nano ka qenë kryetari i Partisë Socialiste nga 12 qershori vitit 1991 deri në vitin 2005, kohë kur u shkëput nga politika. Një përpjekje e tij e mëvonshme për postin e kreut të shtetit nuk u mbështet nga Partia Socialiste, drejtimin e së cilës e kishte marrë tashmë Edi Rama. Gjatë viteve të angazhimit në politik që nga viti 1991 ai shërbeu 4 herë si kryeministër i vendit.